duke lënë mënjan klimën ekstreme politike. Kishte edhe një arsye tjetër për fitoren e Netanyahut. Ai punsoi Arthur Filkensteinin për të drejtuar fushatën e tij. Operativi legjendar republikan kishte mbështetur presidentët Nixon dhe Reagan në SBA. Ai njihej për fushata të përsëritura, të ashpra, që idolizuan kandidatët duke njollosur kundërshtarët e tyre. Si në Shtetet e Bashkuara, frika funksionoi mirë edhe në Izrael. Në Izrael, Irving Moskovitz ishte ndër miliarderët kryesor amerikanë që financuan kolonitë hebreje në territorët e pushtuara, shkollat dhe universitetet mesianike, grupet e djathta hebraike dhe aktivitetet paramilitare. Moskovitz nuk ishte vetëm donatori i Netanyahut dhe një nga shumë të tjerë në listën e milionerëve të tij. Ai ishte gjithashtu bashkëpunëtor i qendrës Ariel për kërkime politike, një grup avokimi i djathtë që mbështeste linjën e Likudit për sigurinë izraelite. Bashkë me financues të tjerë kyç, Moskovitz kontriboi në ngritjen e neokonservatorizmit në Amerikë dhe udhëheqësit e tij hebrej që ndanin idetë e sionizmit revizionist, përfshirë Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Kagan, William Kristol dhe të tjerë. Të udhëhequr nga Kristol dhe Kagan, neokonservatorët themeluan think tankun e tyre, Project for the New American Century, me qëllim ruajtjen e momentit unipolar të Amerikës për dekadat e ardhshme. Çdo gjë që ishte në interes të Izraelit, sipas Likudit të Netanyahut, ishte në interes kombëtar të Amerikës.